Izraeli rrezikon paqen mes SBA-s dhe Iranit. Teherani mbyll sërish Hormuzin dhe parmeron për pasoja Trump kërcënon. Vetëm pak ditë pasi Washingtoni dhe Teherani arritën memorandumin e mirëkuptimit që synon uljen e tensioneve dhe riktimin e lundrimit në ngushticën e Hormuzit, lindja e mesme po përpahet me një krizë të re. Irani akuzon Izraelin se po minon përpjekje diplomatike duke vazhduar sulmet në Liban. Ndërsa garda revolucionare iraniane ka shpallur sërish mbylljen e Hormuzit dhe ka paremëruar masa të tjera nëse sulmet vazhdojnë. Sipas autoriteteve libaneze dhe raportimeve ndërkombëtare, sulmet izraelite të së shtunës në jug të Libanit shkaktuan të paktën 20 viktima, ndërsa burime të tjera raportojnë shifra dhe më të larta gjatë ditës. Teherani pretendon se marrëveshja e arritur me SBA-n parashikon ndalimin e luftimeve në gjitha frontet, përfshirë Libanin. Në këtë arsye zyrtarët iranianë argumentojnë se vazhdimi i operacioneve izraelite përbën shkelje të drejtë për drejtë të marrëveshjes. Në reagim, garda revolucionare njoftoi mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Megjithatë, Washingtoni kundërshtoi versionin iranian. Komanda qendrore amerikane e zyrës administratës Trump deklaroi se trafiku detar vazhdon normalisht. Sipas tyre, Irani nuk ka arritur të bllokojë realisht korridorin detar pavarësisht deklaratave publike. Pikërisht këtu qëndron edhe debati i madh diplomatik. Irani argumenton se nuk mund të ketë paqe mes SBA dhe Iranit nëse Izraeli vazhdon operacionet ushtarake në Liban, ndërsa SBA përpiqet të mbajë gjallë marrëveshjen me negociatat që po vazhdojnë. Presidenti Trump në reagim kërcënoi se do vendos tarifa amerikane për kalimin e këtë korridor jetik nëse brenda 60 ditësh nuk do të arrihet marrëveshje përfundimtare me Iranin. Në një postim në rrjetet sociale, Trump tha se të ardhurat do të shërbenin si pakesë për shërbimet e ofruara, si angjëll mbrojtës i vendeve të lindjes së mesme. Megjithatë, zyrtarët iranianë kanë lënë kuptohet se përparimi në bisedime do të jetë i kufizuar nëse Izraeli vazhdon operacionet.